pas edhe marrje të ekspertëve që s'kanë qenë pjesë e lëvizjes vetëvendosje, po e konsideroj megjithatë që një subjekt politik kur të fiton zgjedhjet, tendencat ka që njerëzit e saj të vendosin pushtet. Pastaj a janë gjithmonë zgjidhjet e duhura, emrat e tyre, jo për digasterit caktuara. A ka fuqi kjo përbërje qeveritare? Unë e konsideroj që marrja e mandatit të njerë me 5... Ti e merë ekspertët dhe programit tonë i duhet me ju nërshtu. A i punon për ty. Pritshmërit. Jo pritshmërit. Cilat janë armët kryesore të kurtit tren në këto përbërje? Unë e konsideroj që do t'jetë kjo Ministria e Punëve të Jashtme për faktin që rikthen Konjufcën edhe njerë në kabinet, jo vetëm për Ministrinë e Punëve të Jashtme, po edhe si zëvendës kryeministër për ta ndihmuar në qeverisin e digastereve, sepse e dim mirë filli që nëse ka edhe rritje të numrit të ministrive, nevoja për ta ndihmuar dikush do t'jetë më e madhe, risillja e tij në kabinet e shon këtë logjik, që kësaj radhe përveç veriut që ka qenë në fokus në mandatin e parë, do të ketë fokus më të madh edhe tek infrastruktura, tek ekonomia, arsimi, shëndetësia, janë këto katër arma kryesore Konjufsa, kush tjetër? Po, unë e konsideroj që mbetet me i pa kush janë edhe emrat e ministrave të ri. Tek këta, nëse po i referohen në këtyre. Por e konsideroj që edhe drejtësia synon të bëjë reformë, synon të shtyjë reforma atje, përmes zonës Gërvalla, ne dim qasën e zonës Gërvalla dhe konsideroj që ka qenë gjetje e mirë për këtë dikaster, gjithashtu e ruan pozicionin si ministre, si zëvendës kryeministre, sepse megjithatë tashmë ajo ka një përvojë prej 4 vjet në detyrë dhe 4 vjet të rregulla dhe 1 vjet në detyrë pothuajse, e konsideroj ruajtja e pozicionit të saj prap do ta ndihmoj sepse ajo njeh tashmë pak a shumë punën, por gjithsesi rikthimi ose marrja e zotit Konjufca në kabinet e konsideroj që është menduar në këtë logjik që të ketë dikë që e ndihmon dhe asiston edhe